një shok i pejgamberit Zotit, shok i tij, Gjafer bin Ebi Talib, Gjaferi i biri Ebu Talibit, djali agjes i profetit Muhammed a.s. Përballë mbretit të Etiopis, se atëhershme Habeshit, i quajtur Nejashi, i cili pasi shpërngulën një grupi muslimanëve në Etiopi, duke hikur nga bashkëadhvëtarët, bashkëkombasit e tyre, për shkak të besimit dhe mosbesimit, dhe mbreti fton në pallat për të biseduar pse vallë keni ardhur ju, çfarë zori pat që e kaluat detin e Koq prej Gadishullit arabik dhe kaluat në Afrikë dhe pse e lat vatanin, çfarë të mira pat tek ne, thot ai i bekuar, thot i nderuari mbret, madhëria jote, ne kemi qenë një popull që ka dominuar tek ne ignoranca, cilësi e parë mosbesimit. Tek ne kemi hangër shtazën e ngordhur. Ne kemi vra dhe kemi mbyt edhe fëmijët e tanë. Ne nuk kemi lanë dukuri negative në shoqëri pa e bërë. Ne kemi varros edhe bija tona gjalla. Ne nuk e kemi mbajtur lidhjen farefisnore. Nuk e kemi respektuar fëqiun dhe këshiun tonë. Dhe shumë dukuri tjera i cekë. Pastaj tha, erdhi e dërgoj Zoti një profet nga mesi ynë, që ne njefshim, nuk mund të akuzonim atë se është dallavergjie, është i padrejtë, synon poste, karriere, filozofi tjerë. Jo, a ishte në mesin tonë dhe naftoj. Tash i cek vlerat mirat e besimit përballë atyre që atë se kanë më heret, sidqul hadith, me fol fjalën e vërtet. Fjallë e vërtet, me fol hakun, me fol të vërtetën para kuj do qoftë këtë dënja, me fol të vërtetën, me ndihmu e të varfërve, me kujdes për jetimin, me kujdesur për fqiun, për kojshin, me kujdesur për fukarat, me respektuar prindin, me ndihmu njerëzve dhe me adhuruar Allahun Azza wa Jall. Edhe populli ynë, krerët tanë, na luftuan mu për këtë parim. Pra, me këtë hadith, apo me këtë tregim, sikurse po dënë mi përmbledh vlerat kryesore që ka besimi, duke i cekur edhe përballë kësajna vlerat të cilat, apo pasojat anësore, efektet anësore të cilat i ka mos besimi. Populli jonë shqiptar të tonë, thojnë, fjalorin veçanti tek ne në Kosovë, një njeri cili nuk kapet në qiellas në tokë mos zatet Zoti me ta, sepse të nërën 700 ftyra për 7 minuta.